Shikues, tani jemi në rubrikën Këndi i familjes dhe sot do të flasim për shëndetin oral në përgjithësi. Dhe patjetër që gjithë secili prej nesh i japim rëndësi shëndetit tonë në përgjithësi, mirë po ajo orale është shumë e rëndësishme, por në fakt gjithçka fillon që nga fëmijëria, themi. Nëse prindërit tanë kujdesen mirë për dhëmbët tanë, patjetër se në të ardhmen nuk do të kemi edhe shumë probleme më pas me dhëmbët. Patjetër që ka të bëjë edhe ushqimi të cilën vetë e konsumojmë, mirë po që ne tani me një stomatologe do të flasim pikërisht se si të kujdesemi qysh nga fëmijëria e hershme, në mënyrë që më pas kur të rritemi mos të kemi edhe shumë ndërhyrje të mëdha në shëndetin ton oral. Bashkë me neve është Raimonda Halili, stomatologe, të cilën po e përshëndes më një herë. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë që keni ardhur. Mirëmëngjesi Besiana, ju falenderoj për ftesën. Kënaqësia është e imja të ndajmë së bashku disa çështje lidhur me stomatologjinë. Faleminderit juve që keni ardhur fillimisht. Atëherë më trego si të kujdesemi për fëmijët tanë, në mënyrë që më pas kur të arrijnë në moshë mos të kenë ndoshta edhe shumë nevojë për ndërhyrje, e kam fjalën, sepse di që tashmë vetë se shumica prej nesh dëshirojmë që të kemi dhëmbët e mirë, të bardhë, të drejtë, estetika të jetë patjetër t'ju bijem në sy të gjithëve me dhëmbët tanë. Besiana, kujdesin e dhëmbëve për fëmijë unë e konsideroj si pikën më të vështirë stomatologji, sepse duke e ditë që mosha është e vogël dhe qasja është shumë delikate dhe shumë e ndihshme. Prandaj sa herë që kam punë me fëmijë, e kam një kujdes të veçantë, duke marrë parasysh se çdo impakt të cilin unë e la te një fëmijë do ta përcjell atë fëmijë gjatë tërë jetës. Prandaj qasja e stomatologut në këtë pikë është e jashtëzakonshme. Po filloj njëherë prej moshave shumë të vogla, ku ne i kemi dhëmbët e qumshtit, mendoj se në këtë moshë një pastrim i rregullt, pra është ai inkurajimi i prindit ose motivimi ose mësimi se si duhet i pastrohen dhëmbët, sa herë në ditë i pastrojmë dhëmbët, sa është ajo kohë zgjatja, cilën mendoj se tash secili prind është i informuar për ta sqaruar pak më gjerësisht, dhëmbët pastrohen pas çdo ushqimi ose në mëngjes dhe në mbrëmje patjetër, ti përdorim pastat me flor dhe shumë e rëndësishme është kozgjatja sa e bëjmë ne pastrimin. E dim se fëmijët kanë qasje me ngut pak, me shku ma shpejt e lojnat ose të gjanat e tjera, prandaj është mirë që të kemi pak durimin të qëndrojmë me ta për të zgjatur kohën e pastrimit, duke e përfshirë 1 minutë e gjysmë deri në 3 minuta, varësisht prej karakterit fëmijës se sa është i durueshëm e bë pastrimin. Kjo është pika kyçe për moshat e vogla. Mandej, po vazhdoj pak me moshën 6 vjeçare, ku është dalja e dhëmbit të parë, e molarit të parë të përhershëm, sepse këtu shpeshherë prindërit i ngatrojnë dhëmbët e qumshtit me dhëmbët e përhershëm dhe mendojnë që këta molar do të ndrohen, duke i lënë pa i rregulluar ose pa i mirëmbajtur. I kisha ftuar gjithë prindërit që në moshën 6 vjeçare të shiqojnë molarin e parë, sepse ky është dhëmb i cili del ndër të parët të nofull dhe nuk ndërrohet. Prandaj në këtë moshë është shumë e rëndësishme mirëmbajtja, pastrimi i rregullt dhe vizita tek dentisti. Nëse ai dhëmb ka filluar pak të prishet, atëherë duhet ta restaurojmë me një blomb, ndërsa për të parandaluar prishje në këtë moshë është mirë të bëhet vulosja e fisurave. Për gjithë ata që nuk e kanë qartë termin vulosje e fisurave, kjo nënkupton vendosin e një kompoziti ose një blombe, pa e kryer dhëmbën fare, direkt mbi shtresën e dhëmbit, mbi ato hullit ose ato fisurat cilat i ka dhëmbi, dhe kjo e parandalon prishjen. Është një investim shumë i vogël, mirë po i cili ka vlerë shumë të madhe sepse e parandalon prishjen që në moshat e hershme. Apo praktikojnë këto prindërit? E vërej që kemi shumë pacientë të cilët jetojnë jashtë Kosovës, më shumë janë të vedisuar ata të cilët jetojnë jashtë vendit, mirë po ka fillu edhe tek ne, inkurajojmë edhe fëmijët i njoftojmë me ligjëratat ku shkojmë për shkolla të ndryshme, edhe me prindërit i diskutojmë shpesh, po për gjithë ata të cilët nuk kanë informacion, vulosja e fisurave është pika më e mirë e parandalimit të prishjes së dhëmbëve në këtë moshë. Mos la pa përmend edhe ushqimin, si pikën e tretë, pra e patëm mirëmbajtjen, vizitat tek dentisti dhe ushqimin, kalciumi, vitamina D për këta fëmijë është shumë e rëndësishme, Besiana. Marrja e një gote qumsht në mëngjes, në mbrëmje para gjumit, konsumimi i djathit, i kosit, nëse është e mundur, kosit të shtëpisë. Krejt këtu kanë kalcium dhe vitamin D të cilat e bëjnë më të fortë strukturën, jo vetëm të dhëmbëve, po të eshtrave në përgjithësi, duke e ditë që fëmijët janë në rritje dhe në zhvillim.
Në fond, mos të haroj ta përmendi pak edhe moshën e pubertetit, është njëra ndër pikat e ndihshme, ku tash varet prej fëmijës, te disa fëmijë shtohet kujdesi për higjienën orale, ndërsa disa të tjerë fillon të bjerë për arsye të ndryshimeve hormonale. Prandaj në këtë pikë prindërit duhet të inkurajojnë fëmijët për të bërë pastrime të rregullta tek dentistët. Unë Besiona kam vritur edhe me fëmijët e mi, sepse i kam në moshën 10 dhe 20 vjeç dhe kam filluar të bëj pastrime të rregullta me ta në ordinancën time. Kam vërejtur se kjo ka kriju një lidhshmëri më të mirë ndërmjet fëmijët dhe ordinancës, ndërmjet fëmijët dhe karikës stomatologjike, ndërmjet fëmijët dhe dentistit. Prandaj mendoj se fillimi i kontaktit të fëmis vetëm për një pastrim ose vetëm për një vizit e krijon një imazh të mirë për dentistin dhe e krijon një kulturë të cilën do ta ndjek, e cila do ta ndjek atë fëmijë deri tutje në vazhdim të jetës. Prandaj ata prindër të cilët vinë me fëmijë për vizita dhe për pastrime, e shoh që fëmijët kur flasin mandej për dentistin kanë vetëm fjalë të mira sepse s'kan pasur dhimbje, dhëmbët i kanë më të bardhë se sa që kanë qenë më herët dhe ka një impakt shumë të mirë. Po, duhet pyes diçka. A me të vërtet varet krejt më pas, do të thënë pas daljes së dhëmbëve, se si do të jetë më pas shëndeti yt oral, apo gjithçka dhe mund të fillojë nga barku i nënës? Është gjenetike, kam fjalën ndoshta vetë struktura e dhëmbëve më pas edhe zbardhja e dhëmbëve, themi, jo gjithë kemi dhëmbët e bardhë. Është pak gjenetike apo këtë varet kjo? Këto janë natyrisht janë gjenetike, do të thënë gjithçka në organizmin tonë është gjenetike, mirë po unë mendoj që një ushqim i mirë, i cili ka vlera të larta ushqyese dhe një mirëmbajtje e rregullt, mendoj se e ndron atë mund të ketë ndryshime në vazhdimin e mëdëtjeshëm. Duhet të vazhdohet me kontrolla të rregullta tek dentisti. Gjithë ata fëmijë të cilët shokët ose shoqet e tyre në shkollë ju thonë se kanë një aromë jo të këndshme prej gojës, do të thonë kjo nuk duhet me qenë prezente tek një fëmijë. Prandaj prindërit në këtë pikë inkurajoj për të bërë vizita tek dentisti. E përmendet të disa herë pastrimin e dhëmbëve. Sa shpesh mendoni, e kam fjalën tek profesionisti, jo pastrimin me brusha, të cilat i bëjmë zakonisht në shtëpi. Mirë, pastrimin më i thellë nga ana e stomatologut. Sa shpesh duhet bëhet dhe a preferoni zbardhjen e dhëmbëve? Nëse po flasim për fëmijët, zbardhja e dhëmbëve bëhet mbi moshën 18 vjeçare, nuk preferohet nën moshën 18 vjeçare. Nëse po flasim për pastrimet e rregullta, nuk e kisha nda në një pikë me moshën, e kisha nda në një pikë me gjendjen e pacientit, sa ka nevojë pacienti, sepse tek disa persona shfaqet më shumë problemet e mishrat e dhëmbët ose ka prezencë më të madhe të pllakut dental ose nuk është tu e bë pastrimin e mirë, nuk është tu i përdor teknikat e duhura të pastrimit në shtëpi. Prandaj mendoj që është individuale, por nëse vetëm dëshirojmë ta ndajmë në një periudhë kohore, 6 mujore, një kohë prej çdo 6 muaj ose çdo 3 muaj, mendoj që është e mjaftueshme. Duke e hedhur rëndësinë, sepse fëmijët të cilët po vinë për pastrime kanë raporte shumë të mira me dentistin dhe e krijojnë kulturën e vizitave sistematike që i quajmë ne ose vizitave të rregullta tek një dentist ose stomatolog. Unë për vetë po flas, momenti që shoh dikën me njëherë më shkojnë syt tek dhëmbët. Është pra çësia e parë të cilën e kam me dikë. Mirë po, patjetër estetika është shumë e rëndësishme në këto ditëve të fundit e sidomos në këtë kohë moderne që po jetojmë. Çka përfshin kjo estetika dentare dhe si ju në stomatologji moderne si e përcaktoni këtë? Estetika dentare është një koncept është shtylla e stomatologjisë moderne, Besiona, sepse sot kjo e përfshin një herë ta sharoj termin, e përfshin përveç trajtimeve bazike dhe problematikave të ndryshme, estetika e përfshin edhe konceptin e pamjes së mirë ose dukjes natyrale. Në specializimin tim si specialiste e protetikës është e lidhur ngushtë ose është e përfshine edhe estetika dentare. Në kuptimeve të ngushta e nënkupton një harmonizim ose një pamje të dukur të dhëmbëve në korelacion me të gjitha linjat e fytyrës, duke i përfshirë gjitha trajtimet estetike të cilat zhvillohen në ordinancën tonë. Shpesh herë më kanë pyet, a ndjekën edhe trendët në stomatologji ose a i ndjekni trendët në stomatologji, duke e nënkuptuar këtë konceptin e estetikës, sepse sot është jashtëzakonisht shumë i madh impakti i një dukje të mirë.
Unë mendoj se ndjekja e trindëve në stomatologji të bën lider, ose na bën lider në vendin ku jetojmë, dhe mirë po gjithmonë duke i ndjekur naturalitetin dhe duke i ndjekur konturët naturale të një personi. Çka në kupton estetika? Estetika nuk në kupton dhëmbë të cilët nuk i përkasin naturalitetit, nuk në kupton dhëmbë të cilët nuk korespondojnë ose nuk janë në dukjen me lëkurën tonë ose me flokët tonë, pra një estetik e mirë ose një pamje e mirë në kupton një formë e cila gjason me kokën tonë, e cila e ka një ton të ngjyrës të ngjashme me lëkurën tonë dhe me flokët tonë, pra jo flokët e zeza dhe ngjyra e errët e lëkurës në dhëmbë teje të bardhë ose të bëjmë të kundërtën. Mesin e vijës së fytyrës, linjën e buzëqeshjes, pra ndjekja apo harmonizimi i gjitha kontureve me pjesën e dhëmbëve. Cilat mundemi me i konsideru që janë këto trajtimet estetike më thjeshta, duke i përmendur më pas edhe ato më komplekse, që ndoshta edhe ju vetë i keni trajtuar ato? Të fillojmë njëherë nga një pastrem, sepse gjithmonë ndjeket higjiena, mandej restaurimet me kompozite, ose domethënë rregullimi i një dhëmbi të prishur me një kompozit, mandej është zbardhja e dhëmbëve, është njëra prej procedurave cila aplikohet shumë, këtë verë, sidomos në ordonancën time ka qenë trindi shumë i madh për zbardhje të dhëmbëve. Mendoj se e ka një rezultat shumë të mirë për një kohë shumë të shkurtë, edhe nuk e dëmton dhëmbin fare. Mandej janë veneers ose veshjet e dhëmbëve, të cilat vendosen mbi dhëmbë, qoftë me gryrje ose qoftë pa gryrje, varësisht prej indikacionit, janë kurorat, dhe në fund mund të themi se janë urat në trajtime dentare. Nëse dëmë të sqaroj pak termin kuror edhe urë për ata të cilët nuk e dinë, pra është ajo gryrja e dhëmbit ku veshët, nëse e bëjmë secilin dhëmbë damas, është kuror, nërsa nëse e bëjmë, i zëvendësojmë hapësirat e dhëmbëve që na mungojnë, atëherë kjo kalon në pjesën e urës. Me materialet më të mira që janë në treg, e cila është Zircon dhe E-Max, të cilat kanë një estetik të jashtëzakonshme, e kanë një fozë dhe një qëndrueshmëri shumë të mirë tek pacienti. Dhe në fund, t'i lëmë ato trajtimet kirurgjike, të cilat pak a shumë janë invazive, që përfshin vendosin e implanteve e gjanave të tjera, të cilat ne i kryjmë në ordinancën tonë. Po, a keni pasur raste që ndoshta ka pasur që shumë musha, pra shumë e ri, kanë ardhur dhe kanë kërkuar diçka që ndoshta nuk përkon fare me ndërhyrjen që duhet bë pikërisht për moshën që vetë se i takon aktualisht? Kemi shumë, kemi këtu ndërhyrjet estetike, të moshat e reja ne gjithmonë e ruajmë naturalitetin e pacientit dhe shkojmë me preparime jo shumë të mëdha ose në mundësi pa preparime fare që nuk kupton vendosin, që nuk kupton kryerjen e një zbardhje të dhëmbëve ose vendosin e veneersave pa preparim. Domethënë këtu janë ato trajtime të cilat i marrin moshat e reja në qoftë se vetëm i kanë dhëmbët e tyre prezent. Mendoj se një zbardhje ose një veneers pa preparim tek këto mosha është e mjaftueshme. Po, më pas e dim që këto kohëve të fundit po përdoret shumë filler në përgjithësi, edhe estetika dhëmbëve nga një herë nuk e shikojmë fare shëndetin tonë, për thjesht duam që të dukemi bukur në sytë të tjerëve. Mirë, po sa zgjasin këto? Duhet më pas kujdes vazhdimisht për gjitha këto trajtime të cilat vetë kemi kryer? Vetë kemi kryer. Varësisht prej trajtimit. Ta marrim për shembull një kuror ose një veneers e ka një kohë zgjatje 10 deri në 15 vite. Pra është një kohë mjaft të gjatë, mirë po që don mirëmbajtje të vazhdueshme. Një filler dental e ka një kohë prej 6 muaj deri 1 vjet ose 1 vjet e dytë, 1 vjet e gjysmë, një zbardhje e ka një kohë zgjatje deri në 2 vite, domethënë varet prej trajtimit të cilën ne e kryjmë. Është edhe kohë zgjatja dhe varet nga mirëmbajtja të cilën ne e bëjmë. Besjona, një gjë të cilën unë e kam vritur të pacientët dhe që dëshiroj ta ndaj sot është ndrimi i shpesht i stomatologëve ose ndrimi i shpesht i mjekut, unë nuk e shoh shumë të përshtatshme për pacientin, për arsye se nëse një pacient e ka kryer një trajtim tek një dentist, herën tjetër ai do të bëj vizitën për një mirëmbajtje. Pra që nuk kupton për një dozë shtesë të një preparati ose diçka tjetër. Ndërsa nëse këta pacient po i ndrojnë shpesh herë dentistët, po nuk kupton që tek ta po fillon edhe një procedurë tjetër prej fillimit, që ndoshta edhe nganjëherë është e panevojshme. Pra, po thoni që në Kosovë nuk e kemi këtë kulturë në stomatologu ynë, pra vetëm ai që ka përcjell. Po hub ajo
rrutja e informacionit çka ka kry një pacient pak më herët, cilin trajtim e ka kry, në cilën periudhë kohore dhe kur është e përshtatshme të përsëritet ai trajtim. Prandaj, nëse e ndron ai dentistin ose e ndron estetistin e vet, ka rrezik që të fillohet gjithçka në një periudhë më të shkurtër kohore dhe të shtohet doza për cilën tek ai pacient është i panevojshëm. Prandaj, kjo është, për mendimin tem, nuk është e përshtatshme ndrimi shumë i shpejt, sepse do të fillon gjithçka prej fillimit dhe kjo është mandatin tonë të pacientit. Nëse unë e kryj një trajtim tek një pacient, në radhët e tjera doza do të jenë mirë mbajtëse, ose do të jenë vetëm me pastrime, ose me seanca të cilat nënkuptojnë vetëm mirë mbajtje, dhe jo të fillohet me një gryrje të re, ose me një ndrim të urës nga një herë dhe të panevojshëm. E qartë, edhe një pyetje fundit, sepse di që për shëndetin oral do të kishim shumë se çka me bisedu dhe patjetër këto hapësira nuk na mjaftojnë, mirë po, për gjithë shikuesit që na ndjekin tani. Cilat ushqime janë të dëmshme për dhëmbët edhe pijet po ashtu? Cilat fare ju nuk i rekomandoni? Edhe pse ndoshta i kemi për çdo ditë ato, fatkeqësisht, por sot është të jetë e vështirë të rrisim një fëmijë ose dhe një vetë të ushqihemi me ushqime të shëndetshme, për arsye të reklamave të mëdha që i kemi në marketingu i ndryshëm, ju i mirë, lokalet e ndryshme që na ofrojnë mundësinë që të marrim gjëra jo të shëndetshme. Prandaj këtu është familja, shkolla, institucionet e ndryshme, të cilat do t'i ruajnë me fanatizëm informacionet për gjëra të shëndetshme, sepse shëndeti është vlera më e madhe e çdo personi. Pavarësisht se si dukemi, nëse ne nuk e kemi një shëndet të mirë, nuk ka vlerë asgjë. Prandaj, si të fëmijët, si të të rritunit, duhet kemi mjaft kujdes në ushqimet të cilat i marrin. Pra po kthehemi në kohët më të vjetra dhe në gjëra se si na kanë rrit prindërit tanë ose gjyshërit tanë me i kujtu ato pamje, ku dita do të fillojë, sidomos për fëmijët, me një gotë shumë, me fruta dhe me perime, me lëngje të mbaruara vetë në shtëpi, mishi, sepse ka vitaminën B, gjellërat e ndryshme. Pra, kryesisht po e ndaj në ushqimin shtëpijak, duke i ndarë vaktet edhe me shujta të cilat na përfshin shumë pemë edhe perime. Çaj edhe kafën e preferoni? Kafjen pa tjetër, sepse mendoj që e kam kriju atë rutinën e gabueshme që të dëgjohem në mëngjes me një kafe. Po, i dëmtojnë dhëmbët në këtë rast, se për shkak të ngjyrës. Nëse marrim doza të larta, mendoj që kanë impakt në dhëmbë. Dhe shumica e pacientëve që vinë për zbardhje thonë që unë e pi shumë kafe, unë e pi shumë çaj, ose unë e pi shumë konsumoj cigare, prandaj krejt këtu e kanë atë impaktin e vet. Mirë po, kjo është një rutinë të cilën e kam kriju, po që mund të ndryshohet, të zgjohemi me një lëng të pjeshkës ose lëng të mollës kishin më e mirë, po ja që jemi mësu. Mirë, por nëse e nisim ditën me një filxhan kafe, edhe nëse vazhdimisht shkojmë te stomatologu me vizita të rregullta, po besoj që nuk i dëmtojmë edhe atë shumë. Në mjekësi ne themi doza e përbën helmin. Pra, çdo gjë që kalon në dozë të tepruar ose në dozë jo të duhur, ajo përbën, domethënë nuk është e mirë për shëndetin. Prandaj ato edhe ushqimet, edhe këto të shëndetshme duhet të ndahen në proporcione të duhura dhe në kohën e duhur kur ne duhet të ushqemi. I preferoj shumë mëngjesin, drekën dhe darkën dikun ka ora 5-6, duke i përfshi mes shujtat me pemë edhe perime, ti mësojmë edhe fëmijët ti marrin me veti kudo që janë, ta nxjerrin atë kutinë e vogël që e kanë, ti marrin pemë dhe perimet sepse vetëm kjo është mënyra më e duhur, përveç aktivitetit fizik që ata e bojnë për të qenë të shëndetshëm. E qartë. Unë Raimonda të falenderoj shumë për kohën që e patë dhe që ishe pjesë e emisionit, kënaqësi që të pata, edhe për faleminderit për gjitha këto informata që na ofrove. Besiona, kënaqësia ishte e imja, sa herë që është e nevojshme të flasim për shëndetin, e sidomos sot pak më shumë që e prekëm shëndetin e fëmijëve, është kënaqësi të ndaj me ju. Faleminderit shumë për kohën edhe një herë. Ne shikues pra përmendëm pak kafen edhe çajin, që në fakt ne kosovarët jemi shumë të cilët e pijmë kafen edhe çajin, por patjetër në Prishtinë tashmë